takim, jeni drejt për drejt live. Arritët ndonjë marrëveshje me zotrin Taravari që për një përkrahje të ndërsjellë qytetin e Tokës. Jemi bashkë me kryetarin e Gostivarit, patëm një takim miqësor, biseduam në përgjithësi për rezultatet e zgjedhjeve, çështjen e koalicionimeve i vendosin organet e partisë. Ne kemi patur komunikim edhe para zgjedhjeve dhe kështu që nuk dua që më tepër të hynë në detajet gjithë asaj që mund të krijohet si spekulime. Nëse krijohet një koalicion tetov, a do ngelet besa në qeveri? Jo thash, mos ta i prishni kafën e mirë me kryetarin e Gostivarit që fat. Zotri Taravari, e shihni ju mundësinë që të ketë një koalicion të ndërsjellë? Rastësisht kaloj në Gostivar, u taku pim kafe, hangërëm ka një drejt kac. Hajde shifën, gjithë.